Surprizat në shtëpinë më të famshme e kemi thënë që nuk kanë fund. Së fundmi ka qenë aktori Laert Vasili, i cili ka bërë një deklaratë teje të rëndë për besimtarët musliman anë mban botës. Në një përplasje me gjestin, Laerti shprehu se Allahu Akbar thonë ata që presin koka, duke u referuar terroristëve. Kjo deklaratë e tmerrshme nga aktori ka bërë që të reagojë dhe Hoxha Ahmet Kalaja, ku ka kërkuar të merren masa ndaj tij nga produksioni, Komisioni kundër diskriminimit dhe institucionit. Kjo deklaratë e Laertit erdhi gjatë një acarimi tepër të madh, gjatë debatit që pati me gjestin. Se a do të marrë masa vllai i madh për Laertin pasi është në nominim për finalistin e dytë, kjo mbetet të shihet në vazhdim. Por pas disa çastesh, Hoxha i nderuar e ka fshirë postimin duke publikuar një tjetër që mos i hymë në hak. Ajo e thënë aty pas ka qenë shkak pasoj, jo bindje e Laertit vet, deklaroi ai duke qetësuar dhe fancat, të cilët kishin reaguar mjaftashpër në rrjetet e tyre sociale. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.